Në organizim të klubit të shahut Anpasan dhe me përkrahjen e shoqatës kulturore Vizioni M, dje në hapësirat e Hotel Skardus në Kodrën e Diellit në Shpatin e Sharrit, u mbajt edicioni i 5 turneu ndërkombëtar i shahut Vizioni M 2025, ku morën pjesë 177 shahist nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia dhe Bullgaria. Garat u zhvilluan me sistemin zviceran, me 9 xhiro dhe me kohë zgjatje 10 minuta plus 5 sekonda. Turneun e udhëhoi i arbitri ndërkombëtar Sashko Lakinski. Lëvizjen e parë për fillimin zyrtar të turneut e bëri kryetari i klubit Anpasan, Nazmidin Imeri. Pas 9 xhirove të zhvilluara, fituesi i këtij manifestimi tradicional në këtë turnir, që është më masovik në vendin ton, doli serbi Nebojša Ristic me 8 pikë. Kryetari i klubit të shahut Anpasan, Nazmidin Imeri, në cilësinë e organizatorit për televizionin Koha, u shpreh tepër i kënaqur për masivitetin e pjesëmarrësve. Ky turne, siç dihet, është turne tradicional, prej këtyre 5 me radhë, për kësaj here janë paraqit mbi 200 shahist, që më gëzon fakti si organizatori këtij turneut, si drejtor i klubit Anpasan, që ma mundësun këtë organizim dhe ju faleminderoj të gjithë këtyne shahistave të cilët marrin pjesë në këtë turnament. Imeri dha edhe një mesazh për institucionet. Përcjelli mesazh të institucionet e Maqedonisë që ta përkrahin sa më tepër klubin Anpasan. Në mesin e 177 shahistëve, ku kishte edhe emra të njohur me rating të lartë në Federatën Ndërkombëtare të Shahut FIDE, ishin Eglantina Shabanaj, shahiste nga Shqipëria, dhe mjeshtri ndërkombëtar Nderim Saraçi nga Kosova. Kjo është era e tretë që unë vi në këtë garë. Është një garë interesante për mendimin tim ndër më të mëdhaja që bën Maqedonia. Faleminderit që jeni kaq mikpritësa dhe krijoni këtë atmosferë kaq emocionuese. Shpresoj të jap më të mirën time. Kjo është hera e 5 që organizohet turneu Vizioni M. Këtë vit është numër rekord, mbi 230 shahist marrin pjesë. Është më mërmendja ndoshta turneu me numrin më të madh të shahistave që bëhet në Maqedoninë e Veriut. Mikpritja është shumë e ngrohtë prej klubit, prej anëtarëve të klubit në krye me Nazmidin Imerin, kështu që për neve çdo herë është kënaqësi të marrim pjesë në këtë turne. Organizatori krahas kupave, medaljeve dhe mirënjohjeve, fituesin e shpërbleu me 18.000 denar, vendin e dytë me 16.000 denar, vendin e tretë 11.000 denar, vendin e katërt 8.000 denar dhe vendin e pestë me 4.800 denar. Ndërsa shahistët që u renditën nga vendi i 6 deri në vendin e 10 u shpërblyen me nga 1.500 denar.